Kongresi Manastirit, lidhja e Prizrenit, Kongresi Drejtshkrimit, rruga e studentëve, Lindita Ahmeti, Ibrahim Rugova, Ahmet Zogu, rruga e Mikelit, rruga e Xhamia e Larme, Anton Santori, Anton Zako Çajupi, Ali Pash Tepelena. Këto janë vetëm disa nga emrat që i kanë propozuar qytetarët për pagëzimin e rrugëve të Tetovës. Në debatin e tretë publik të organizuar për punën e emërimit të rrugëve, kryetari i komisionit Argjend Veliu tregoi se është marrë vendim që mund të përdoren vetëm emrat e personaliteteve që tashmë kanë dëruar jetë. Kriteri i parë, të cilin e kemi përcaktuar ne si grup punë, është që personi emri i të cilit është i propozuar të mos jetë në mesin e të gjallëve, respektivisht të ketë ndëruar jetë apo të jetë i vdekur. Kriteri i dytë është relevanca apo rëndësia, kontributi të cilin e ka dhënë personaliteti në të gjitha sferat e shoqërisë, dhe kriteri i tretë arsyetshmëria e propozimit, respektivisht biografia të cilën kanë dorëzuar. Sa nga kohën edhe përse punë, më thënë nga 2020, Po tani në qoftë se bazohemi në kriterin e parë, mendoj që numri do të përgjysmohet, sepse nga eksperienca shoh që kemi shumë propozime të personaliteteve të cilët janë të gjallë. Ndër më kritikët për emrat e propozuar ishte profesori Sulejman Mehazi. Kërkesa e tij është që të përmenden emrat e figurave që kanë kontribuar për Tetovën e jo të atyre që ende janë gjallë. Nuk është logjikshme që të marrim emrat huaj. Ne do të marrim ata të cilët me vërtet kanë kontribuar për Tetovën. Kështu që tash këto të gjallët ne shkaku se ende janë të gjallë dhe ne i shikojmë edhe politikisht, ata ne do t'ja vendojmë emrin, ai mund të rishesë dhe pastaj mund të bëhet tradhtar dhe tash do t'ja ndrojmë emrin. Prandaj është e logjikshme që t'i vendojmë emrat e personave të cilët kanë vdekur, kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, të cilët kanë luftuar me pushtetin komunist, të cilët kanë qenë të burgosur, të cilët kanë dhënë kontribut edhe intelektual, ka mjek, ka hoxhallar, ka njerëz të cilët kanë luftuar për këtë qytet. Agon Mehmeti, pasardhës i doktor Xhafer Sulejmanit, ishte propozuesi i emrit të mjekut. Ai përkrah idenë që emrat e rrugëve të jenë të personaliteteve të Tetovës për ta njohur më mirë historinë e qytetit. Ne propozojmë emrin e doktor Xhafer Sulejmanit, i cili ka qenë mjeku i parë i diplomuar në Tetovë, ka qenë kryetari i parë shqiptar i komunës së Tetovës, ka qenë themelues i 2 ndërmarrjeve bankës tregtare, e cila më vonë pastaj ka themeluar edhe shoqërinë aksionare që kanë ndërtuar hidrocentralin e parë në Jugosllavinë Jugore në vitin 1927, hidrocentralin që e kemi në rrugën e Bajës. Po, u nxit kishte debat kur u përmenden emërtimet për shembull për qytete, të qyteteve të jashtme apo emrave të huaj, që besoj në këtë pikë është arsyeshme. Ne jemi si popull, jemi në një fazë tjetër të zhvillimit dhe mendoj që duhet t'i japim më tepër përparësi emrave tonë, mbas edhe atyve lokal, që kjo të hapë rrugën që më mirë të njohim edhe qytetin, të njohim edhe këta figura që në një mënyrë do të ndihmojë edhe në ngritjen e vetdijes tonë edhe të krenarisë të tetovarëve. Komisioni për vendosjen e emrave të rrugëve do të mlidhet sërish për të përzgjedhur emrat sipas kritereve të vendosura. Pritjet janë që në fund të mbeten rreth 300 deri në 350 emra. Përndryshe, në Tetovë janë të regjistruara gjithsej 297 rrugë, prej të cilave 216 janë pa numër apo pa emër, ndërsa 80 të tjera ka nevojë për ndërim të emrit, sepse konsiderohet se nuk përkojnë me realitetin multietnik të vendit.